Viktor, për çështjen e të dorësës, e ndëgjum Djagin Veleun, tha që o radhit para Hikmetës, para disa figurave të tjera. Pra, qysh në radhitje, kam pas problem me pozicionin e dorësa Kica Gjelilit. Po jo, unë du të lidhëm diçka tjetër. Dë tëtë vetë zoti Ardi Gjiku ka deklaru që LDK-ja i ka standardet që kur një kryetar nuk mërrin rezultatin e dëshiruar, atëherë ai largohet dhe zgjidhet tjetër. Po më intereson me ditë pasi që ju po kundërshtoni deklaratën, fuqishëm deklaratën e zotit Hoti dhe qëndrimin e tij, po më intereson me ditë me cilin vend është i kënaqur LDK-ja, në vendin e tretë e keni zonë. Dhe tëtë nëse ju dëni me pas një kryetar që nëzan vendin e tretë, urime vazhdojnë tutje, po a garojnë e herë për vend para, apo veç dëni për vend tretë? E kam përshtypjen që nëse t'jap kohë që ta riformulosh apo rifrazosh pyetjen do ta bësh, sepse besoj që mjaftueshëm e di që nuk e kemi nisur garën me 50%. Që ta bësh pyetjen sikurse e bërën në fund. Tash lëm të përgjigjem. Më lejo të përgjigjem. Ne kemi garuar për vend të parë, jo për vend të dytë. Fatkeqësia është që leximi im, dhe po e pranoj, ka qenë gabim. Tani, a ka qenë leximi im gabim, për shkak të sondazheve që e pranoj që duhet kemi kujdes, edhe metodë ta shëtutje, sepse kemi diskutuar që duhet jemi shumë të matur në mënyrën se si pranojmë, si lexojmë, sa të vërteta i konsiderojmë, dhe baza e cila vazhdimisht na mbështeste në plotni, dhe diskutime që i bëni me akterë që janë që 20 vite në LDK që thonin nuk e mbaj mend kështu në 10 vitet e fundit. Aty e marrun leximin e situatës, sepse s'mund ta them vetë sepse s'kam pikë rasimore. Dhe natyrisht që ne po garonim për vend të parë, sepse të gjitha prekonditat i kishim përmbushur për vend të parë. Vizionin e kishim, ekipën e kishim, programin politik i kishim, dhe nuk na mungon të asgjë. Por ajo që na mungon, ndoshta është aftësia jonë propaganduese që ta bindim qytetarën e Republikës Kosovës që zhurma ka më shumë rëndësi se programi, por prap më duhet të them nuk ka faj qytetari i Republikës së Kosovës asnjëherë. Jo, dhe tani, është e vërtetë që në LDK ka standard që nëse një parti politike humb rënd, kryetari jep përgjegjësi. Humb rënd është deklarata e zotit Ardi Gjiku me sa mbaj mend ka qenë humb rënd. Dhe tani, pyetja që mund ta bëj unë ty, asnjëherë nuk e tejkaloj faktin që ne nuk kemi fituar dhe ky rezultat për dallim prej asaj që po e thua ti, ne nuk na kënaq. Nuk jemi të lumtur. Por nuk mund ta trajtoj sikurse po e trajtoni ju, sepse ju po harroni që në sprint, nëse vendos dikën 100 metra prapa e dikë tjetër 100 përpara, nuk mundesh me barën e njëjtë me i trajtu të tretë. A jep zor ky i treti me vrapu pak më shpejt se këta dy të partë? E a e ka shpresën ky i treti me të vërtet me zonë vendin e parë? E a mundohet ky i treti mu pregadit fizikisht me të vërtet me i te kalu këta dy tjerë që 100 metra përpara natyrisht që po, sepse ndryshe nuk shkon heq. Dhe tash, jo bre nuk është ashtu edhe din edhe ti që s'është ashtu. Ne, Lumira Ardi Gjiku, LDK-n e ka marrë me 12%, me 12% koalicion me AKR-n. A mendoni që 12% është trupa elektorale e LDK-s? Jo, pra po them, po insistoni në diçka që nuk është, askush nuk mund të kënaqet me vendin e tretë. A keni bo analiza sa është trupa elektorale e LDK-s? Nuk mund të thoni që humb një parti që rritet për gati 70%. Jo, so 70%.